Shtëpia ime. Muhamedi vërtet arriti të bëj mbi 20 vjet. Tash ishte bari, ruan të delet. Të rinë në Mekë nuk merreshin me bujësias, nuk merreshin me blegtori. Ata bënin qefe. Dhe Muhamedi e dinte se ata pinin alkohol, defreshin natën. Kështu që ai nuk e ka dashur kur këtë jetë dhe asnjëherë nuk e ka përdor alkohol. Po duke ruajtur delet në një mbrëmje se si u dha, tha nduhet të zbres nga malet dhe të shoh se çka po bëjnë trit. Edhe i tha shokut ti, a kujdesesh për delet e mia deri në mëngjes? Edhe zbriti malet, u afru qytetit, dhe aty pa se zhvilloi një dasmë. A ju ndalë për me pa se si zhvilloi dasma, po e mori gjumi. E mori gjumi dhe kur u zgjun mëngjes e pa se dielli ishte ngritur bukur lartë dhe tash e dinte se s'mund të shite askënd dhe u kthy prap te delet e tij. Po i kishte mbet marak. I kishte mbet marak edhe një herë tjetër tentoi të zbret nga malet edhe të shite të rit se çka bënin me jetën e tyre të qthurur natës në Mekë. Mirë po përsëri gjatë rrugës u ndal, ishte i lodhur dhe përsëri e mori gjumi. Në mëngjes e pa u si ishte bërë bon dhe përsëri u kthy te delet e tij edhe të shoku i tjetër bari. Pra të dy herat ai tentoi të shkonë dhe ta sheh jetën e natës, mirë po Zoti e ruajti dhe ai nuk shkoi. Ai mburri se nuk e kishte përdor asnjëherë alkoolin. Bile kur u bë profet, thoshte se edhe profet para meje e kanë qenë bari. Për shembull, Musa profet ka qenë bari. Dauti profet i ka ruajtur qengjat. Ndërsa ky ishte bërë profet, pra edhe ky natyrisht se i kishte ruajtur delet. Në këtë kohë në Mekë kishte tri të cilët shkolloheshin, mësonin shkrim edhe lexim, çka ishte shumë e thjeshtë për në atë kohë. Shumica mirë po mësimi i shkrimit dhe leximit duhet të paguaj shtrejt. E xhaxha i tij, Abu Talibi, nuk kishte mjete për ta paguar që ai të mësonte shkrim edhe lexim. Mirë po ai vazhdonte të ruante delet, të ruante do të thotë me një kujdes të madh. Ndonjëherë ka qenë me xhaxhain
edhe ndonjëherë tjetër në tregti, edhe është marrë edhe ai vetë, mirë po e ka pas zakon që mallin që e ka shitur nuk e ka lëvduar. Ja ka dhënë vlerën aq sa e ka. Jo si që bëjnë tregtarët se ky është mall i mirë, ky kushton kaq e kaq, sepse është i shtrenjtë. Mirë po ai nuk ja ka ngritur vlerën, veç aq sa e ka pas. Kështu pra, Muhamedi edhe në këtë moshë, si 20 vjeçar, ka pasur dëshirë të mësonte, sepse e ka pa dhe ju ka gëzu shpesh me xhaxhajnë kur kanë ardhur poet në Qabe, për të thonë vjershat e tyre, oratorët, pastaj oratorët duke majtur fjalimet, dhe natyrisht ajo është gjithnjë ka qenë i interesuar të mësonte dhe të dinte, sado që shkrim lexim nuk dinte çka vërtet. Të thash edhe pak më parë se shkrim leximi ishte luks, se këtë shkrim lexim e mësonin jo vetëm në qytet, po edhe në fshatra. Pra betit e Muhamedit kanë qenë veti të larta njerëzore, veti të cilat e kanë përcjell gjatë gjithë jetës, deri sa i ka ardhur shpallja dhe Perëndia e ka zgjedhur si njeri të vendosur, si njeri i cili asnjëherë në jetën e tij me dashje nuk ka bërë krim. Asnjëherë në jetën e tij nuk o marrë me punë të këqija. Çkarinia e asaj kohe në për shumë vende ishin të thurur. Pra këto ishin veti të cilat e kanë përcjell Muhamedin dhe Allahu duke pasur besim në një njeri si ai, ja ka besuar që ai ta shpall mesazhin hynor, çka dhe sot ne mburremi me atë mesazh hynor që përmes Muhamedit alayhis salam është shpërndar në gjithë rrezullin toksor. Pra, bia ime, kur të rritesh, do të kuptosh më mirë, vetit, njerëzore, moralin e lartë të Muhamedit. E të është koha e gjumit dhe ti mund ngritesh. Natën e mirë, bia ime. Natën e mirë, baba. Po shpresoj se bia ime do t'i mbaj në mend këto tregime për Muhamedin alayhis salam.